Pra nëse thot dikush, pse ka të shumë dua ka bo pejgamberi alayhi salatu wasalam, pse ka të shumë kapituj të lutjeve, tani thot ta shohim pak vlerën e duas. Çka ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam për vet duan, për vet ngritjen e durave të Zotit, për vet kthimin ka Zoti me dua, me përgjërim dhe dënesë. Andaj ka sjellë disa prej haditheve nga pejgamberi alayhi salatu wasalam. Hadithin e parë kanë nxjerrë nga Ebi Huraira radhiyallahu an, nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë alayhi salatu wassalam: "Laysa shay'un akramu 'ala Allah min ad-du'a." Ska diçka më të ndershme te Zoti se sa duaja. Pra nuk ka diçka që Zoti ta vlerëson ty më shumë sa kur thu ja Rab. Çka dush ban? Krejt vepra çka i ban. Pozicioni jot, o Zot, është pozicioni mas shumë që e do Zoti, se përsa ta të ka kryuar, që do shumë hadithin e radhës. Andaj mbaj e men, të lutër Zotin e madhë Gjelle Gjelalu, është maukifi, është aj pozicioni ma i mirë që ka e merë, që Zotit ta vlerëson mas shumë ti. Nuk ka të Allahu ma të ndershme se duaja. Iblisit ju ka përgjit Zoti kur ka bo dua. Kale Rabbi, mas e ka përzan prej qile, prej rahmetit, Iblisi ka thonë, o Zot, am ledër ditë kiametit. Ka thonë, shkoj lanti, të lajna. Se Iblis ka bo dua. Dua ka bo. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka të reguar se Zoti i madh Gjelle Gjelaluhu të bëmit zullum. Qafir i përgjigjet kur ban dua. I përgjigjet kur ban dua. Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, kur vlet për të keqen e adhuruesve të varreve dhe idhujve, çfarë thot? Dhe shpesh herë nga zori i madh që e ka njerëzit që i lutën varrezave dhe idhujve, zori, Allahu për shkak zorit të madh i përgjigjet dua. Ki kujton që i ka përgjigja i varrit. Zoti për rahmetit thot që ta krita punën. Ki thot, po shumë pa ta lutaj vorri. Hasha ve kella. Po Zoti nga mëshira e madhe shumë i ki çudurt të ka përgjigj. Ai thot i ngatrohet shejtani, thot ai vdekte ta. Apo kjo këtë është për rahmetit Zotit Gjelle Gjelalu. Pra nuk kthen Allahu njeri që i çon dur ka Zoti i madh Gjelle Gjelalu. Andaj ka thonë Omar Khattabi radhiyallahu an, unë hiç se kam gale am përgjigjet ajo. Unë gale që kam jam të lut ajo. E jam të lut ajo. Pra këtë arsye nuk ka të ndërum xhamat diçka më ndershme te Zoti sa me lut. Ta lutim Zotin ton shumë. Lutë jo publik tinza. Në shtëpinë tënde kanë ra këtë me flet, kanë ra familja me flet, çu lutë Zotin. Lutë për ata që kanë ra me flet, o Zot ruaj. Apo e pyet njërin prej ulemave të muslimanëve, si i ki rujt këto evlat, ka pas shumë evlat. Krejt ju kanë bërë devotshëm, krejt ju kanë bërë të mirë. Ka thonë çish ki mujtin as kena mujt. Ka thonë shumë lehtë kam eduku këto. Mi ka eduku, ka thonë që dërgosh. Ka thonë ti nuk ki familje kërkan përveç ti dhe gruaja jote. Gjithë këto fëmijë këti ki eduku, këti ki rregullu, këti janë bërë të mirë. Ka thonë vallahi unë si kam eduku. Unë kur gjas kam bë. Çka ke bë? Ka thonë se herë jam çunatën, jam lut. Kan thonë o Zot ti ki krijuë, ti janë evlat të mi, janë robët e tu. Edukoj, ruaj. Ruaj. Të suni ma kret, suni ushen kret, suni run kret. Ama Rabbul Alemini po. Ama Rabbul Alemini po. Andaj nuk ka diçka të ndërum xhamat më dashme të Zotit se sa me lut Allahun subhanahu wa taala. Hadithi tjetër që ka qenë mbi vlerën e duas, nga Nu'man ibn Bashiri radhiyallahu anhu wa arda, thotë se e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë për vlerën e duas, çfarë ka thënë? Ad-du'a huwa al-ibada. Duaja është vetë ibadeti. Duaja është vetë ibadeti. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit pos me madhuru mua. Në bazë të hadithit me mulut mua. Zoti veç mulut na ka krijuar. Veç mulut na ka krijuar. Andaj fjala më e mirë në Kur'an, pikë sureve që na ka zgjedh Allahu xhenera për me thënë çdo namaz sila 17 herë farz Fatiha. Sura Fatiha. E në surë Fatiha ma e mira cila Iyake na'budu wa iyake nasta'in. Duaja. Pra këtë asyje të ndërum gjëmat, qiko që ka thënë alayhi salatu wassalam, e du'a huwa al-ibada. Duaja vetë ibadeti. Duaja është vetë ibadeti. Ne kemi mësuar si rregull se Zoti na ka sjellë në këtë dunja për me adhurue. Rregull. Kemi rregull. E duaja ku e lut Zotin tan? Si e dëshmon fukarallëkin tan? Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja duke përshkruajt hoxhën e vet Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, thot lutej hoxha i madh Ibn Taymiyah Ebul Abbas si me pasin gjen Islam.
Ju ka rastis mi pa të konvertohet, gjeka në islam. E lutë Allahin të kajt, e lutë Allahin që ka bo musliman, i që ndur ka zoti madhë, oh, alhamdulillah, o zotë që mbani musliman, se gjeka e ka jetu 50 vetë si jo musliman. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja për hoxhën e vet, kjo është njohja e adhurimit dhe njohja e islamit. Thot lutej te Zoti si me pas hidhje në islam. Ai ishte hoxha i ketëve. Lutej te Allahi sikur e kipo njëri, thot o Zot, kam hyrë në islam, mos ma merr. Lutim Zotin e madh që Allahi asnjëherë mos na merr islamin, ya rabbal alamin. Mos na merr imanin, mos na merr devotshmërinë, sepse kjo është vlera më e madhe që kemi kapitalin ton. Andaj dua huwa al-ibada. Duaja është vetë ibadeti. Ta lutim Zotin ton te bareke ve teala dhe mos bezdisemi prej kapitujve të duave. Pra këtë arsye Imam Buhariu ka sjell këtë kapitull vlera e duave për të vazhduar ende me kapituj të duave, sepse kemi edhe gjëra tjera, kur frin era, kur ka vetim, kur ka shit madh, çfarë do të më thon? Këto janë dua, do të më ditë, se janë krijesa të Zotit. Andaj ajo për të cilën kemi ardhur këtë dunjë të nderuar xhamat, nuk është vetëm zhvillimi i tokës, punimi i tokës, arritja e dinarit, idarja, por është të jemi rob të Zotit, të lutemi Zotit. Ai na drejton punët tona, ai kujdeset për neve. Emi rob është kujdestar, ai kujdeset për neve, ai na ruan neve, ai na furnizon neve, ai na ushqen neve, ai na jep të gjitha begatit. E për neve ka lip vesh një send. Cilën në send? Lutu veç me lutë Allahun subhanahu wa ta'ala. Wallahi njerëzit nuk bezdisën mi hip në qafë pasanikit, të e pas 99 si nuk i jep. Thot nuk i dijet be i zbutët zemra e gjuna i dinarki. Nuk bezdisët e lutë. Nëse Rabbul Alemini ka garantu se nuk ta kthej dorën zbrast, dhe prap bezdisemi, thot kam ba doane për këtë punë o gjës, kam që ka baj doane ba, ti marë se bepët. Pra, sikur, thot s'po ma krinë Zoti punën, ta kri vetë. Hasha vë kella, kur s'ka mu kri ajo punë që ka Zoti ka thonë, s'ka mu krije. E lusim Zotin e madhë gjele gjela në këtë ditë të madhe, ditë të madhe ku planohet duaja. Lusim Zotin e madhë, Allahot në eruan islamin tonë, Allahot i pason zemrat tona, Allahot i falë gjunat tona. E lusim Zotin e madhë gjele gjelalu në këtë ditë gjumaje, ditë të madhe, ku Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i kthen duat prapa, që Allahu muslimanët e dobët, kudet që janë në për dunja, lindje dhe përëndim, Allahot i ndihmon, Allahot i përkra, Allahot i mbron. Kretë zullumqarët, kriminelët, fesatgjit, ata të cilët bëjnë çrregullimin e tokë, Allahu ndërmet vetit i çrregullon, ndërmet vetit i shpërtallon. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që Zoti jon xhelel xhelalu na ndihmon në të mira, na ndihmon në ngrënien e hallallit, na shmang prej haramit, na shmang prej devijimit, na shmang prej punëve të këqija, na mbush Allahu me devotshmëri dhe na largon nga lajthitja dhe rruga e keqe. Lusim Zotin e madh xhelel xhelalu që Allahu na mundson që të jetojmë si musliman, të rritemi dhe të zhvillohemi si musliman dhe amanetin e fundit kur t'ia dorëzojmë Allahu subhanahu wa ta'ala, t'ia dorëzojmë me iman.